tani kemi një të ftuar shumë interesant, i cili ka zgjedhur një art jo të zakonshëm. Me performancat e tij me numra magjik ka arritur të habis publikun. Por tani do ta shikojmë sa do më habis mua. Klesti, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe dhe shpresoj të na japësh një vibe ndryshe. Po, patjetër, faleminderit edhe ju për ftesën. Atëherë unë doja të di se ku të nisi ky pasion, ky talent. Po, ky ka nisur që i vogël kur unë kisha qef dhe shikoja dhe video në YouTube, tutoriale të ndryshme dhe kisha qef që i vogël që t'isha në qendër të vëmendjes me këto numrat magjik, shikoja magjistarët e tjerë nëpër botë, edhe isha shumë kurioze dhe futesha në YouTube për të parë, domethënë, tutorialet, shpjegimin e asaj, dhe avash fillova duke i bërë vetë, duke i praktikuar dhe sot kemi rritur në një pikë ku kam rreth 6-7 vite që merrem me këtë dhe është diçka shumë e bukur qofse do që të jesh në qendër të vëmendjes vetëm ti, domethënë. Për sa kohë t'u desh që të mësoja? Tani në këtë pikë unë thjesht sa e shikoj vetëm performancën, më duhet vetëm për ta parë dhe e bëj direkt vetë, domethënë gjithë numrin. Përpara po duhesh 1 ditë, 2 ditë për ta praktikuar, për ta mësuar. Si e zbulove këtë talent? Shumë rastësisht, vetëm është pjesa e aftësive të duarve. Shumë rastësisht e zbulova që thash që i vogël, domethënë, edhe fillova duke u praktikuar sa më shumë. Kush të ka mbështetur? Besoj të gjithë më kanë mbështetur, familja në radhë parë, më pas shkolla, shokët, shoqëria, domethënë të gjithë më kanë mbështetur për këtë pjesë. Për të gjithë ato që nuk e njohin këtë lloj performance, çfarë janë numrat magjik? Numrat magjik nuk ka të bëjë te magjia, domethënë sepse të gjithë mund ta marrin si magji të zezë ose numrat magjik janë thjesht targetuese, është pjesa e iluzionit të trurit, nuk është sepse ndodh me vërtet magjike, ka një, domethënë, është një numër, një truk. A kërkon shumë përkushtim? Mund të kërkoj shumë përkushtim në fazën që jam unë tani, që po përpiqem që të bëj gjëra akoma më të mëdha, kërkon shumë përkushtim dhe duhet të kesh shumë aftësi për t'i bërë. Çfarë si argëtohet publiku? Sa komente të vinë në ditë kur shikojnë se çfarë bën ti? Vinë shumë komente sepse njerëzit janë dhe kurios se si ky e bëri, e ke parasysh, dhe domethënë unë jam marrë shumë dhe me rrjetet sociale, edhe ku edhe video ditë për ditë me këto numrat, më kanë ftuar edhe në emisione të tjera dhe janë shumë kurios për të parë domethënë dhe unë reagimin e atyre dhe është pjesa e komentit të gjithë njerëzve që bëjnë domethënë se si e bëri, si e nxori letrën dhe kjo është. Cila ka qenë performanca më e vështirë që ke bërë deri më tani? Performanca më e vështirë ka qenë ku kam marrë pjesë në një kompeticion Got Talent, ku më është dashur besoj 1 javë për ta përgatitur numrin dhe ajo ka qenë performanca ime më e vështirë. A të ka ndodhur ndonjëherë ndonjë performancë që mos dalë ashtu siç e kishe menduar? Te pjesa me shoqërinë dhe me shkollën, me shokët, kështu me familjarët mund të kenë ndodhur, por në pjesën e televizionit, në kompeticione të ndryshme nuk ka ndodhur asnjëherë. Po ka raste, po thjesht mundohem që ta rregulloj. Cili është momenti që publiku pëlqen më shumë? Është momenti në fund fare ku ndodh pjesa e ndryshimit, për shembull që ti ke një letër tjetër dhe jap në dorë një letër tjetër, është pjesa në fund të numrit. Edhe pjesa se si e performon. A ka ndonjë performancë që i ruan vetëm në vende specifika? Ka performanca që i ruaj vetëm për kompeticione si Got Talent, që janë performanca që duhet t'jesh në këmbë dhe duhet t'kesh publikun para. A ke marrë pjesë në ndonjë aktivitet apo spektakle të ndryshme? Spektakle kam marrë pjesë në Got Talent, që ishte era ime e parë që dilja në skenë dhe dola shumë mirë dhe merrem dhe me evente të ndryshme ku më ftojnë për ditëlindje, me fëmijë, edhe vetë edhe performoj numra magjik për fëmijë. Jam marrë dhe me këtë pjesë. Si e pret publiku? Sa e kërkon publiku këtë lloj performance? Publiku këtu e kërkojnë shumë, sidomos fëmijët, sepse fëmijët janë ata që i duan më shumë dhe duan ta kuptojnë se si ti po e bën me vërtet. Dhe janë shumë kurioz këtu në Shqipëri edhe jashtë shtetit, po këtu në Shqipëri për flas për pjesën këtu, janë shumë kurioz domethënë, sidomos dhe fëmijët nëpër evente të ndryshme. Janë shumë kurioz për këto numrat magjik. Cili ka qenë momenti që të ka bërë të ndihesh më shumë krenar? Momenti që më ka bërë të ndihem më shumë krenar te kjo pjesë është kur kalova fazën për në gjysmë finale, ku isha në spektakël në Got Talent.
Do me thënë që unë mundova shumë për të nxjerrë një numër shumë të mirë dhe mora dhe vlerësimin e jurisë maksimal. Ti ishe në gjysmë final, nuk shkove në finale? Jo, në finale nuk shkova. Pse? Nuk e di deri aty besoj sepse në konkurrent kisha dhe një magjistar tjetër që ishte shumë vite eksperiencë, ishte 50 vjeç dhe kishte shumë vite eksperiencë se mua dhe ishte më profesional normale. Je i kënaqur? Po. Deri këtu tani jam shumë i kënaqur, po përmundohem dhe për më shumë. Në fakt unë dua të di se cili është synimi më i madh i joti në këtë profesion. Çfarë synon? Synimi më i madh është që të arrijë në një pikë si David Copperfield ose si çdo magjistar tjetër me famë botërore. Ti mendon që ta çosh të profesion dhe jashtë Shqipërisë? Po, thjesht tani kam filluar dhe po e mendoj, domethënë që mund ta çoj si profesion, si hobi le të themi më lart, domethënë dhe jashtë shtetit. Si e kalon kohën kur nuk je duke performuar? Kur nuk jam duke performuar, unë si gjithmonë i mbaj letrat me vete, në çantë, në xhep, kudo dhe kudo që shkoj, domethënë dhe takoj njerëz, janë kurioz dhe më thonë gjithmonë që mund të na bësh një numër ose të shikojmë diçka. Jam kurioze të di ke ndonjë hobi tjetër veç kësaj? Hobi tjetër përveç kësaj jo, thjesht lojrat që mund të bëjmë volejboll, futboll. Po për pjesën e hobit te letrat. Kush të frymëzon më shumë në këtë jetë? Si kush më frymëzon te pjesa e numrave? Te pjesa e numrave më frymëzojnë magjistarët e tjerë me famë botërore, si unë kam ndjekur 2 magjistar, David Blaine edhe David Copperfield. Kë pëlqen më shumë? Më shumë është David Blaine, sepse David Blaine merret më shumë te letrat, është dhe një iluzionist tjetër shimlin dhe i ka jetur shumë dhe marr edhe nga ata. Inspirohem domethënë. Ke lexuar për magjin? Ke informacion për magjin? Jo. Dhe mendon të bësh gjëra më lart se sa të bësh magji me letrat, le ta quajmë magji, me numra magjik. Numra magjik. Tani avash po filloj dhe për të lexuar libra, po thjesht siç e thash, kjo është thjesht numër, është një truk dhe ato numrat e ndryshme që janë me zhdukje personash janë thjesht truke. Por thjesht po mundohem që avash me kalimin e kohës të mësoj dhe të ngrihem më lart. Cila është ëndra jote më e madhe? Ëndra ime më e madhe është që të bëhem i famshëm, të kem një famë botërore te kjo pjesë. Të ka ndodhur ndonjëherë që dikush ti kërkoj dhe ti zbulosh sekretin në një performancë? Po, të gjithë kanë kërkuar, sidomos pas shfaqjes ose me shokët, por pjesa më e bukur është që nuk tregoja sepse të gjithë magjistarët nuk i tregojnë sekretet e tyre. Cila është pyetja më e shpeshtë që merr nga njerëzit në cilën ti performon? Pyetja më e shpeshtë është që, domethënë habia një herë, reagimi që vjen pas asaj dhe si e bëre, domethënë kjo është pyetja, jo, ose ka dhe disa persona që thonë more këtu dhe fute këtu, por pyetja më e shpeshtë është domethënë që si e bëra. Janë dashuruar ndonjëherë vajzat me ty vetëm nga performanca që ke bërë? Deri tani jo. Po thjesht janë kurioz të gjithë. Edhe vajzat? Po, edhe vajzat. Kush janë më shumë kurioz, vajzat apo djemt? Të dyja nuk mund t'i ndaj dot, të dy. Dhe vajzat dhe djemt. Nëse do doje ta bëje një vajzë për vete me numrat magjik. Po. Çfarë strategji do përdorja? Do me thënë me letra, qoftë ajo kërkon për shembull një numër, është vetëm te pjesa e reagimit në fund, ke parasysh i afrohesh do me thënë duke i performuar një numër me letra. Tani kam disa pyetje të shpejta për ty që do zgjedhësh vetëm njërin. Sken apo televizion? Televizion. Performancë e madhe apo private? E madhe. Numra apo letra? Numra. Mëngjes apo natë? Natë. Ver apo dimër? Ver. Det apo mal? Det. Kafe apo çaj? Kafe. Film apo serial? Film. Libër apo podcast? Libër. Instagram apo TikTok? TikTok. Qytet apo natyrë? Qytet. Planifikim apo spontanitet? Planifikim. Të udhëtosh apo të rish në shtëpi? Të udhëtoj. Karriera apo kohë me familjen? Kohë me familjen. Zemra apo arsyeja? Zemra.
Çfarë vibe të dha studioja? Një vibe shumë të mirë, domethënë dhe studia është shumë e bukur, edhe po ja kaloj shumë mirë. Të falenderoj tani. Është momenti që të performosh dhe të më habisësh mua. Okej, në rregull. Jemi gati? Po gati. Atëherë po fillojmë me një pago me letra. Po. Okej, në rregull dhe i tregojmë në këtë mënyrë që janë gjitha letrat e ndryshme, duken? Okej? Po. Dhe thuaj diku stop, ku duash ti? Stop. Okej, merre këtë letrën, tregoj edhe te kamera, unë nuk po e shikoj. Okej, në rregull dhe vendoste prapë aty ku e more. Atëherë letrat e tjera janë gjitha sipër. Po. Okej, dhe qofse unë trokas gishtat, del një letër e parë. Ishte kjo letra jote po apo jo? Po. Por qofse në letrën që zgjodhe ti e mbyllim dhe i përzijim pak letrat. Okej, i përzijim gjitha në këtë mënyrë. Dhe mund ta vendosësh gishtin kur unë t'i bëj letrat në këtë mënyrë, thjesht vendose gishtin ku duash ti. Këtu? Te kjo letra i sigurt apo do ta ndrosh? Jo aty. Okej, merre dhe tregoj. Dhe del prap letra që ti zgjodhe. O zot. Okej, vendose prap letrën këtu. Dhe pjesa më e bukur, po i përzij përsëri letrat në këtë mënyrë. Dhe mund të ti presësh letrat në një vend ku duash ti. Okej, dhe ti preve prap te fani që ti zgjodhe më parë. Por qofse unë trokas gishtat në këtë mënyrë, i tregojmë dhe dalin të gjitha letrat fan. Okej? Si ndodh kjo? Si duket, janë gjitha letrat fan. Po japim dhe në tavolinë. Si të shikohet. Wow. Kjo është një numër shumë i bukur që ka dashur domethënë maksimumi 2 ditë për ta mësuar. Nuk di çfarë të them. Tani, këtu kemi një pago me letra ku janë gjitha letrat e ndryshme. Po. Dhe ti duhet zgjedhësh një letër, çfarë duash ti. Ta tregosh te kamera, mua nuk do ta tregosh. Okej, vendose këtu sipër. Dhe pri letrat, dhe hapi këtu te dora ime, pri ku duash. Okej, dhe letrat e tjera po jedhim sipër letrës që ti zgjodhe. Okej, dhe qofse me një lëvizje gishtash. Okej, dhe japim letrat. Dhe duket që janë gjitha letrat normale apo jo? Po. Dhe vetëm një letër del e kuqe nga gjithë pakoja. Atëherë sa përqind mendon se kjo letra e kuqe mund të jetë letra që ti zgjodhe? 10%. Dhe po e hapim dhe del treshi me zemër që ishte po apo jo? Yes. Dhe qofse e marrim treshin dhe e mbyllim, është e kuqe, e mbyllim dhe vendosim këtu. Okej? Dhe thuaj diku stop, ku duash ti? Stop. Okej. Atëherë çfarë mendon se është kjo letra e parë, e kuqe apo e zezë nga poshtë domethënë? E kuqe. Okej, ti e gjetë me të parën. Është e kuqe. Është çupa diamant ose karo. Qofse e marrim dhe e mbyllim në këtë mënyrë dhe thjesht me një lëvizje të vogël, mund ta hapësh pak dorën? Në këtë mënyrë. 3, 2, 1. Okej. Dhe këtu del treshi me zemër dhe të lutem hapi pak ca letra këtu. Ua jo! Jo! Dhe del çupa karo. Ua, të mërshme. Dhe po vazhdojmë prapë me këtë pago me letra, sepse unë nuk është se dhe qofse një pago me letra të thjeshta, unë nuk ka rëndësi, letrat domethënë me çdo pago mund t'i bëj, por thjesht janë letra më profesionale domethënë. Okej. Po i përzijim letrat. Në këtë mënyrë. Okej, dhe tani ti duhet zgjedhësh një letër, çfarë duash ti? Nga gjithë paka, mua nuk duhet ta tregosh. Okej, tregoj edhe te kamera. Më thënë ti letrën e zgjedhë vetë sipas preferencës tënde dhe thuaj diku stop, ku duash ti? Stop. Okej, vendos të letrën, e mbajtë mend? Po. Okej, po e tregojmë edhe një herë. Okej. Dhe letrat e tjera unë po jedh gjitha sipër. Okej? Dhe duhet i përzijej këtu. Okej, i përzijejmë në këtë mënyrë. Dhe nuk e di pse mendoj se ti mund të kesh zgjedhur letër të zezë, them unë. Okej, po i përzijej edhe një herë letrat dhe po bëj një lëvizje shumë të vogël dhe po i vendosim këtu. Dhe po marrim telefonin. Duket? Po. Dhe qofse heqim klefin e telefonit.
Okej, dhe këtu del një letër brenda. Merë dhe hape. Dhe del letra që zgjodhen në fillim. Okej. Jam shumë e shokuar. Jam shumë e habitur. Si mund të ndodh kjo? Atëherë po bëjmë dhe një numër tjetër dhe zgjidh një letër, çfarë duash ti? Okej. Tregoj aty. Në rregull? Dhe thuaj diku stop, Stop. vendos letrën. Okej, letra të tjera po jetë gjitha sipër. Okej, dhe duhet i përziej pak këtu në tavolinë. I përziej dhe në këtë mënyrë. Okej, dhe unë do marr 4 letra dhe do t'i tregoj ty. Okej, po marrim 1, 2, 3, 4 letra. Do t'i tregoj ty të katra. Në rregull, kemi vetëm 4 letra. Ishte kjo letra jote, po apo jo? Ja. Si ishte kjo? Ja. Okej, po e vendosim këtu për momentin. Ishte kjo? Ja. Okej, kanë ngelur dhe 2 letrat e fundit? Ndonjë nga këto? Ja. Asnjë. Ha. 100% i sigurt. Pa. Okej, qofse i vendosim të katra këtu dhe mund ta bësh pak dorën në këtë mënyrë? Okej, dhe i marrim të 4 letrat dhe i vendosim këtu. Okej, dhe mbaj normalisht. Dhe janë 4 letra. Okej? Pa. Hape. Ua! Dhe del letra që ti zgjodhe. Ua, çfarë është kjo? Faleminderit. Kemi kohë të bëjmë dhe një numër tjetër. Po. Dhe kjo është shumë i bukur me letra. Dhe po i përziejmë letrat. Okej, dhe ti duhet marrësh një letër, çfarë duash ti, mos pa tregosh mua. Okej, tregoj aty. Ma jep letrën në qoftë se e marr dhe unë e fus me kujdes diku nga mesi i pakos. Okej, e vendosim në mes. I përziejmë këtu. Okej, përziejmë në këtë mënyrë. Dhe vetëm me një lëvizje të vogël gishtash, thjesht del direkt e para. Kjo ishte pa apo jo? Pa. Okej, e marrim letrën. Dhe tani thjesht duhet të thuash po me këtë pako, duhet të thuash diku stop. Ku duash ti? Okej? Stop. Këtu apo do edhe pak, ti e di? Aty. I sigurt? Okej, merr letrën. Tregoje. Në rregull? Ma jep mua. Po e marr dhe po vendos diku nga mesi. Okej, letrat i përziej gjitha. Okej, i përziej edhe në këtë mënyrë. Dhe unë këtu kam lënë një pako që në fillim, këtë të kuqen, dhe këtu është i vizatuar një magjistar. Pa. Duket? Dhe qofse fokusohet kamera me kujdes këtu, okej, në rregull. Edhe qofse i japim letrat me kujdes në këtë mënyrë dhe ky magjistari fillon dhe lëviz dhe heq kapelen dhe fut dorën te kapelja. Duket? Edhe nga kapelja nxjerr një letër që del pesa me zemër. Ishte kjo po apo jo? Po. Kjo ishte. Faleminderit. Jam, nuk di çfarë të them. Çfarë mund të them, regjia, ju lutem më ndihmoni. Ishte kënaqësi, falenderoj shumë për këtë performancë kaq të bukur. Realisht më ke lënë pa fjalë dhe do doja shumë që të gjithë ta provoni një herë këtë lloj loje, le ta quajmë. Po. Është shumë interesante dhe shumë e bukur. Të falenderoj shumë, je një djalë fantastik dhe shpresoj të kesh shumë sukses dhe të jesh aty ku ti do. Të falenderoj. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.